sot kam vendosur t'ju tregoj një vendodhje shumë të bukur. Kisha që na ndodh në Laç. Për më shumë, ndjekni reportazhin. Shumë besimtarë zgjedhin ta bëjnë rrugën në këmbë për tek kisha. Ama ka dhe nga ato që zgjedhin ta bëjnë zbathur këtë rrugë. Sa po të mbërrish në kish, një nga ritualet më kryesore është ndezja e qirinjve. Historia e kishës së Shëndovut është e gjatë. Ajo daton që nga mesjeta dhe i kushtohet Shën Antonit të Padovës, i njohur në Shqipëri si Shëndov. Një nga traditat më të njohura janë 13 të martat e Shëndovut, që kulmojnë më 13 qershor. Në këtë periudhë, mira besimtarë të feve të ndryshme gjiten në kishë për t'u lutur, duke e bërë këtë vend një simbol të bashkëjetesës dhe harmonisë fetare në Shqipëri. Përshëndetje. Përshëndetje. E sata herë që vini në kishë? Kjo mund t'jetë 5 herë që vi në kishën e Shëndovut. Është një gjë e mrekullueshme për ne besimtarët katolik, krishterë, musliman, gjithë. Ne përjetojmë një gjë të jashtëzakonshme. Është një gjë e mrekullueshme për ne që i lutna Mallit Zot, Shëndovut që ka bërë shumë mrekulli. Edhe jena borxhliqi derisa të jetojmë, ti përkushtona ta falënderojmë Zotin që na man frymën, jetën, shtetin, familjen e të gjitha në radhë. Kështu që sot është një ditë e veçantë për ne, si çdo ditë tjetër. Megjithatë, na ju përshëndesim edhe juve, që ju falënderojmë edhe juve që ndërpresoni, domethënë besimtarët që vinë për mu lutë në këtë kishë të madhe të Shëndovut. Çfarë ndjesish ju fal kisha? Ne na jep shumë gjëra të mira, të mrekullueshme për besimin fetar, për të ecur dhe vazhduar rrugën drejt së mirës, drejt së ardhmës, drejt perspektivës për fëmijët tanë që janë në zhvillim e sipër për jetën e tyre edhe të gjithë njerëzimin. A keni ndonjë mesazh për vizitorët të cilët duhet vinë ta vizitojnë kishën? Patjetër, është një gjë e mrekullueshme për atë që nuk i ka pa dhe nuk e ka vizituar, domethënë nga ana shpirtërore janë një mbreslancë për arsye se këtu gjen atë që nuk e gjen asnjë vend tjetër. Mund të shkosh në kishë, mund të falësh në xhami, këtu është një gjë e mrekullueshme për ne, për gjithë besimtarët. Ju si besimtar, sa herë vizitoni kishën? Kjo dyta herë një temë. Po hera e parë ku ka qenë? Hera e parë ka qenë një mrekulli për mu, që kam marrë dhe kam vizitu këtë vend, në shanjt, e cili shanjt ishtë në 1221 që i lindun. A më shashtu, pa?
ka bo mrekullinat e mëdhona, pa ma parasysh vet, kush ju ka pështet, i ka një mu. Pa atë arsye dhe ka marrë mu lullë shajti Shnanu, jo me po këto pa një shprehje të gërmava, ja, po vetëm me po laqin, si në këtë vend shajti Shnanu ka shnur gjin. Kanë ardhë gjinje ju kanë pështet shajti Shnanu, s'kan mujt me ban fëmi, jam ka falë Zoti mos 20 vjetëve, s'ka fol, me ka 12-15 vjetë, janë qurë në kam. A mos me livdu këtë shajta? Ha? Nga cili vend vini? Une për në ryshë jetëj që 54 vjetë në Perëndim. Vi nga Velezha Prizrenit, e kemi pajtohër në shajtin Shënkoll, në shekullin e 4, në fillim shekullit 4 i lem. Një shajt në ndërmat vjetërit, edhe na i kemi 3 hektar abar të kishës. Edhe me pa aborën e kishës tonë, gjelbrim, lule, gjithçka, tanat mirët e Zotit ne ka falë Zoti. Po, problemi maj madh se të u ikë të rritë, gjunoj e Zotit. Kur vini në kishë, çfarë ndjeni? Urna? Çfarë ndjeni kur vini këtu? Një letësin shpirtnore. Mu letësu trupi mu letësu. Pa atë arsye dhe ka marrë. A i sugjeroni dhe tjerëve që të vinë? Po, si jo. Kam ju thonë tonë vetë edhe fëmija carë se vinë në pushim, se kam 4 fëmijë e 7 një pa mesa. Veti 15 po, shoqja më kalon. Nuk flasë se që shumë kalon. Po. A do vini përsëri? Po si jo. Sa t'jem gjallë kam avë. Sa pas thonë Zoti. A shajtin Shnanu, këtë shajtit i du, shajtin Shnanu e kam numën ja. E kam fërgurën e ti në Kern, në Zvicër, më kanë thonë heqe, ku kam shku në kontrol. Jo, nuk e heki, dash me heki që ti, a unë se heki, se unë kam vujt për me prompteri qëto. Çfarë mesazhi jepni për të rinjt dhe të tjerët që duan ta vizitojnë? Mos i largohen kishës. I lus që të vinë e ta vizitojnë këtë vend shajt, e të lutën se ka me kallëzu vetën shajt që nuk kam ju një mu të rivet. Qëtër nuk di. Sa herë vini në kishë? Për mua është herë e parë që kam ardhur dhe jam shumë i gëzuar. Familje, e kishim taksur sot do vinim dhe nuk deshim ta ndryshonim datën dhe erdhëm. Çfarë ndjesie ju fali? Po shumë e veçantë, shumë rregulli. Jemi shumë me fat që kemi dhe në Shqipëri këtë, ne vim dhe nga jashtë. A do e vizitoni përsëri? Po do ta vizitoj. Sa herë të mundem, po nuk do ta takse, po e takse duhet të vish. Nga cili vend vini? Nga Pogradeci jam unë, po vin dhe nga Suedia, jetojmë jashtë. Do të keni ardhur posaçërisht për ta vizituar. Bashkë me pushimet edhe ky është e synimi. A do ju sugjeroni dhe tjerëve të vinë? Po, patjetër. Sidomos miqtë tanë ande ku i kemi, do ja sugjeroja me gjithë qef. Jam me Padër Landën këtu në kishën e Shnandout. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të flas me ty sot. Një pyetje kisha më kryesore. Cila është historia e kishës së Shnandout? Ka një histori të lashtë, mund të themi edhe me rajt të largëta, sepse shkon në një hark kohor shumë të gjatë, që është që në shekullin e 4, sepse poshtë kishës, në vërtet është shpella shumë lashit, paktën si mas shkrimeve që kena të transmetuar të përçuar prej fletënve tonë, ka jetu shumë lashi. Dhe për këtë arsye, nga që është shenjt i madh dhe që e lusin si kisha lindjes ashtu edhe e perëndimit, dhe për këtë arsye ka fillu, po thona, shtektimi besimtarëve
vendi frekuentimit, pra vendi i devocionit, qysh në shekullin e 4. Atëherë, kisha jone Shtandot, sigurisht është më e vonë, për fat keq nuk i dim fillimet e saj, por i dim pranim ton të franceskanëve, të fretën franceskan në këtë kishë, që në fund të shekullit 13, fillimi i shekullit 14. Dhe sigurisht që fretjet tonë franceskan kanë trashëgu atë çka kishin lanë Morgjit Benediktin. Morgjit Benediktin, qysh në atë kohë, për fat keq janë largu komplet nga Shqipëria, dhe nuk ekzistojnë as sot e kësaj dite, nuk ka në Shqipëri manastire benediktine, por sigurt për shkak të shkrimeve të Gjajmë që ishte e moshën plot me manastire. Sigurisht se manastiret mësëne janë shumë të mëdha me shumë morgj, pa ka shumë edhe manastire të vogla që i kishin me pak morgj. Sigurisht që kjo, domethënë veni këtu kishte sigurisht pak morgj. Por ne pra sigurisht të thash kemi trashëgu kretë kishat dhe manastiret që kanë jetu këto morgj. Atëherë ne kemi vazhdu, po thona, shërbimin tonë si fretën franceskan, deri në vitin 1967, ku shteti ka shpall në vetën ateist, të më thanë. Ka njëherë unë preferoj më thanë antiteist, të më thanë kundra Zotit, se t'jesh pa Zotin është gjysat keqes, por t'jesh kundra Zotit, kjo është maksimumi të keqes. Gjithsesi, kjo kishë mësënej ka qëndrun kam deri në 1971, dhe besimtarët vazhdonin të frekuentonin, do të vinin ende në këtë vend të shenjtë. Sigur duket i ka bazdis ato komunistat, atëherë kanë dhënë urdhën që të hidhin ner komplet, do të thënë kisha, konvendi jonë franceskan, gjithashtu edhe një mjedis tjetër që na e quajnë hotel, që ishte ndërtuar për shërbimet të besimtarëve. Mësënej, gjatë kohës së komunizmit, sigurisht ishte komplet e shemur, e shkatruar, por njerëzit nuk kanë pushu kurrë të vinin në këtë vend. Deri në 1990, kur ishte mesha e parë e lirisë fetare, ku fretët tonë më njëherë kanë ardhur dhe kanë vazhduar të bëjnë meshën si për aty në rënojeve. Mësënë më njëherë kanë filluar dhe punimet për largimin e rënojeve dhe në vitin 1992 kanë fillu edhe ndërtimin e kësaj kishës që ne shohim sot, të cilat janë përfundu në maj të vitit 1995. Në 2 maj është bë bekimi i kishës, pra kishës tonë. Kjo është historia në mënyrë të përmbledhur. Le të ndalemi pak e koha diktaturës, ku thuhet se kishën donin ta shemden dhe ta ndërtonin tek mali përballë. Si qëndroi vërteta se thuhet teksa shkonin ta ndërtonin ditën, natën, shembëj dhe mëngjes nuk gjenin asnjë gur mbi gur. Gjithsesi këto janë legjenda që nuk kanë Gojdhëna. Po, gojdhëna, legjendat sepse janë të ndërtuar thjesht në bazë të tregimeve që s'kan asnjë bazë historike. Pra, nuk është të vërtet, mase ka ndodhur në një kishë tjetër, në një vend tjetër, por këtu tek kisha jonë nuk ka një histori të tillë. Unë thash faktet historike që ne kemi të shkruar, i referohet në librave, pra filan faqe, filan rreshtës, është të shkruar me kjo histori. Ajo nuk ekziston as pak, thjesht është një diçka e transmetuar për njerëzve pa një bazë historike. Po zakonisht mund të ketë ndodhur masën në një kishë tjetër, nuk di në një vend tjetër, po njerëzit e bëjnë sigurisht se të kishte ndodhur edhe këtu sepse janë veni shahit, atëherë sigurisht se ka ndodhur ashtu, po s'ka një bazë historike. E kuptova. Çfarë mund të na thoni për shpellën e Shën Bllashit dhe domethënien që ajo ka? Sigurisht se thash, shpella e Shën Bllashit ishte në vërtet kretë kjo zonë, pjesa e këtij malit, pra, është ndërtuar me mënyrë natyrore, madje Zoti ka ndërtuar ashtu, me shpella, ka disa vende shpella, nuk është vetëm ajo. Por ajo ruan historinë e vet sepse aty sipas historisë Shën Bllashi ishte i peshqve i qytetit Sebastes. Sebastia është përballë kishës tonë. Dhe në atë kohë ka pas ato kundërshtarët e vet kanë pas të krishterët, sigurisht kanë pas ato në kohë komunizmit. Komunizmi ishte kundërshtar i madh i kishës katolike. Ashtu edhe në ato kohë pra kishin kundërshtar sektin e Agrikolaut. Dhe për këtë arsye Shën Bllashi u largu prej qytetit dhe u msheh këtu në shpellë. Dikush i ka thënë se shiko,
shumë e mundshme që ty të kanë zbulu se ku më shihesh, kështu që bën shmosën që të shkosh diku të më shifesh më mirë, sepse nuk është e mundshme që të zbuloj. Gjithsesi, Shëmlashi si mas historisë u largu prej këtu dhe shkojnë në afërsitë të Durrësit. Por atje në vërtet ky sekti e ka zbulu dhe e ka martirizu me premjen e krytit. E kanë prej krytit, edhe sot e kësaj dite është manastiri i Shëmblashit i Kishës Ortodokse, pra është bën kultit edhe atje. Kuptova. A ka ndonjë dëshmi ose histori të besimtarëve që thonë se kanë përjetuar mrekulli pas lutjeve këtu? Ka shumë, unë njoftoj më se sot ka njerëz pak sepse edhe të zetit e tjerë, por ka fluks të madh, sidomos të martësh. Jo mund të pyetni vetë të tregojnë histori sa të dush, me qindra mia. Ndonjë histori që ju e dini dhe e veçoni? Shumë një ndër të fundit që një zotni ka tregu se 17 vite nuk ka ecën kam të veta. E mas 17 viteve ta i ka ecën kam të veta, mëse na i ushnosh këtu në këtë vend. E thot, falenderoj Zotin, dhe për mua thot ky vend është tejet e shenjtë, sepse këtu mora forcën të çam në kam. Në është të vërtet në mrekulli jashtëzakonshme. Kuptova. Çfarë mesazhi do t'u jepni të rinjve që vizitojnë kishën e Shnandot? Sparit që të vinë me devocion dhe të vinë tamam për lutje, të respektojnë vendin e shenjtë, sepse ka njëherë ndesin edhe qiri do ku do pa rregull. Edhe sigurisht që kush vjen do të vijë me të vërtet për lutje, në heshtje, të respektojë vendin, të lutet për atë jetën që ka, por sigurisht që nuk të them tash vetëm marrë besimtar, këtu vinë edhe njerëz që vinë vetëm për dëshirë me parë, për kuriozitet. Sigurisht që ato thjesht të respektojnë vendin e qetësinë. Kjo është. Ato që besojnë edhe që ne jemi dhe vërtet mirënjohës Zotit, që kena një popull që beson në Zotin. Kish me thonë, s'mund t'i flas me përqindje të madhe, por një përqindje e mirë e shqiptarëve, për mos me thonë gati 100% thonë se besojnë në Zotin. Ose në format e besimit janë nga më të ndryshme. Kena besimtarë që janë të krishterë katolik, të krishterë ortodoks, të krishterë protestant, mëse ne janë të besimit musliman, mëse ne dhe besimi musliman vërtet ka dhe ato në ndarjet e veta, do të thonë. Kështu që janë të ndryshëm, edhe hebrejt janë edhe në Shqipëri, do të thonë, besimi hebrej. Sigurisht janë në numër të vogël, por ju dini që edhe në Tiranë kanë edhe sinagogën, kështu që kurdo si vijnë, i urojmë që me të vërtet të vijë me devocion, me shpirtin e lutjes dhe të lutet edhe të shpreh në Zotit atë që ka një gjë më shumë në zemrën e vet. Përveç vlerave fetare dhe historike, kisha ofronte një pamje të bukur mbi qytetin e Laçit, duke e bërë atë një destinacion të mrekullueshëm për besimtarë dhe vizitorë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.